Qendra e Artit, Kulturës dhe Inovacionit në Korçë ka shënuar për vjetorin e parë që prej rihapjes në ambientet e reja, duke e përmbyllur një vit të mbushur me aktivitete artistike dhe kulturore që kanë pasuruar jetën kulturore të qytetit. Ekspozita, koncerte, shfaqje teatrale, festivale dhe takime mes artistëve vendas dhe ndërkombëtar kanë sjellë energji dhe frymëzim të pandalur për publikun ardashës. Këto kushte të reja të krijuara në Qendrën e Artit e kanë bërë më të lehtë punën me artistët, e kanë bërë më të lehtë, si thua, rritjen dhe nivelin e cilësisë artistike, sepse tani ka më shumë hapësira dedikuara për ta, dhe kjo e bën shumë më të mirë pjesën e performancës së tyre. Ne kemi lënë pas një vit i cili ka qenë i mbushur me shumë aktivitete, ku vlen për të theksuar Orkestra Simfonike e Korçës, i cila sot jo vetëm që është ringritur, por ka edhe kushte të reja për të punuar. Përveç Qendrës së Artit dhe si thua studiove që ne kemi krijuar këtu, ajo që është e rëndësishme është dhe një prej investimeve më të rëndësishme për Qendrën e Artit, të cilat janë blerja e instrumentave të reja. Kjo qendër e re gjithashtu ka shërbyer edhe si një hapësirë për të gjithë të rinjtë e qytetit që duan të merren me art dhe kulturë. Ajo që e ka bërë këtë qendër shumë më të njohur dhe shumë më të populluar është dhe të rinjtë e qytetit, të cilët tashmë kanë studion muzikore, studion e teatrit, ku ata e kanë më shumë komode për të punuar, dhe besoj që kjo qendër nga vit në vit besoj që do të ketë ngjarje më të rëndësishme artistike, por do të ketë edhe popullim akoma dhe më të madh, sepse duke pasur një ambient shumë komod, kjo bëhet edhe më lehtë për të punuar. Qendra mbetet një destinacion i rëndësishëm për ngjarjet kulturore dhe një hapësirë që promovon talentin, historinë dhe bashkëkohoren në çdo formë të saj.